kujtohet një rast, do me cek për herë të parë, metëm pa buk, dykon 3 ditë, 4 ditë, si jam i sigurt se tash edhe kanë fillu pak më harru gjanat. Dhe vendosëm, ishtë një pjesë e fshatit që ishe i lirë, dhe në bashkë qatë pjesë fshatit rrishin kafsht, lop, vjeta, qëta kafsht ishin të bunë qatë. Dhe vendosëm si bashkë luftëtar, me shku në mbrëmje, kur të rohet mirë, kur bjen të erë mirë, edhe me marrë diçka do që qëllën. Edhe banë në plan, e kuj do që qëllën, se gjithë që dashke me qëlluat dikuj prej fshatit tonë, se na ishëm një fshatit shumica, që qëlloj e jemja ose ati, qëlloj e kuna qëlloj, kena me prej edhe me ngranë, se ishëm metë pa buk, shkum e morëm një lopë. Edhe ishtë interesant që une para lufte, kur i kam prej lopë, prej pasterma, ndryshme, unë kumik se dyshysh e kum dje një farë dhimbja, dhe pëse zbanë me thonë realisht ato, po unë ashtu e kum dje. Kam qenë tep i butë, kam qenë tep dyshysh që nështë ta, kur e kum pa dhe gjak edhe im rrudhë. Po qëfar ndryshimi të banë lufta? Qëfar ndryshimi dhe ba lufta? Edhe se, kare kam prej lopën, se kum këshyrë, kum i klarë. Mishin kur njëtë se kom hangër. Kur njëtë se kom hangër deri në ditë. Dhe erdhe me prunëm lopën, atë natë fletëm, o qumë nesën, me nxesë me prej. Edhe pithojmë, dikush je prejeti, atëherë i prejshmi lopë me kosë. Kosën, të maja kosës janë gjithë shumë një farë, si me kapë, e pështjelë shumë me diqka, që mujtë me kapë dhe me hej kokën. Kujtojët baba që i prejke lopët. Edhe, jo, së ja heki kokën, jo, thashtë qëmë në mu, më këshurën tonë mu, për një me, shumë për një me, mora me hek kryt, që kur njetën s'kisha hek kryt lopës, jo që s'kisha hek, po s'kisha pa të hek, do të s'mujtë asë me këshurë, ka e kanë hek kokën lopës, që kemi prej pas serma atër. Po qatë që lufta ndryshën, edhe qatë që këshu metë 4 ditë pa hungër, do të njëri po bajke edhe jeger. E kum kap kosën dhe me hek, po ku disha, me hek krytas disha, a do të këto, po në i rash dikon. Dhe më në që i rash, më pëllësit i gjakë, kësë tyre. Para më do këj personi, që s'ka mujtë me këshyrë gjakën, i pëllësit i gjakën ftyrë dhe janë i da me lpi gjakën, para më do. Tani ma kapën kosën dhe hekin kokën ata tjetë, që më së disha, tjeshtë të lopë filloj edhe të shport të shumë, edhe prej të matë lopë, ka kemi rjep, po flasë ki gjuhën e zhargonit popullor, ka rjep shmi, e heqë që një copë mishit, unë që kur mishit se kësha hangër, edhe që që mi kaftar copë mishit, pak kërp mi ta, të rjep, të rëtlu ka pak mishin, edhe thjesht veç sa me u nëzej, si thujmë na, jo mu pjek mirë, edhe të hangër mishin. Pra prej ati momentit da një këmë thonë, e ha mishin gjithmonë. Pra kjo ka qenë një moment që më thonë sëd, me bo një gjatë tilë, prapë së në baj. Prapë s'ka shansë me hek kryt lopës. Po ja që në luft, kjo ndodhi.